2 ditësh për Tiranën, me sa duket i paska dhënë efektet që u bë temë diskutimi kandidati i shkëlqyer, cilin ka vendosur të mbështesë gjithë opozita e bashkuar, Florian Binajn, që jam i bindur që deri ditën kur do të vendosni a do të ketë votime, a do të ketë zgjedhje apo jo në Tiranë, se e keni të lidhur në mënyrë të pashmangshme fatin e zgjedhjeve me ditën e nesërme në vendimin e gjykatës kushtetuese. Jam i bindur që dhe një pjesë e mirë e grupit Partisë Socialiste do votojnë për Florian Binajn, për shkak të asaj që ju bë, dhe zoti Braçe kam përshtypjen ti do jesh nga ata votuesit e heshtur, se je edhe një njeri që të shqetësojnë problemet e Tiranës, edhe të shoh që bën opozitë në Tiranë pas asaj tragjedie dhe katrahure në cilën e la Tiranën banori më i fundit i burgut Durrësit, i cili me që u përmend këtu shantazhi ndaj organeve drejtësisë, i cili ndërkohë që qëndronte brenda në ambientet e GKK-s, me urdhër të tij dhe të kryeministrit, u rrethua si asnjëherë më parë në datë 12 shkurt të këtij viti, ambientet e gjykatës speciale, u kërcënuan prokurorët nga punonjësit e Bashkisë Tiranë, i kërkojnë ndihmë prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme, Gardës së Republikës dhe Policisë së Shtetit, dhe nuk morën asnjëherë përgjigje, dhe ju që flisni për intimidimin e organeve drejtësisë, keni dhënë shembullin tuaj vetëm në datë 12 shkurt të viti, në një ngjarje të paprecedent, po e them edhe një herë, kërcënimi dhe shantazhi. Pastaj, sa për reformën drejtësi, simboli juaj i reformës është Irena Gjoka Shpata Maneku, një delinkuente e dënuar në Greqi, e di i madh dhe i vogël këtë histori, por pas disa... Po, faleminderit, po.